Si e mësove ti programimin? Cili është rrugtimi yt dhe është vështirë të programosh? Mos ndoshta nuk do t'ja dal dot. Nëse dikush para një viti më kishte thonë që ti ke mësuar programimin për vetëm 6 muaj, nuk i kisha besu. Sinqerisht, më duket diçka shumë e pamundur. Por ja ku jam sot, të punu me teknologji, me projekte reale, fal Maker Minds. Gjithmonë ka tërheq bota e teknologjisë. E di si është ajo ndjenja kur ti i sheh të tjerët që din me kodu, edhe thjesht thu me vete se sa shumë kisha dashur edhe unë me ditë me bani diçka të tillë. Kam provu plot kurse online. Disa ishin shumë teorike, disa thjesht të lodhshme, nuk kishin praktik, nuk kishin njeri adekuat që të udhëzon. Derisa një ditë, rastësisht, pash një postim për Maker Minds. Thash hajde provoj edhe këtë. Edhe sinqerisht, ajo ishte pika ku gjërat me të vërtetë ndryshuan dhe morën kohë tjetër. Maker Minds nuk është thjesht një trajnim, është eksperiencë. Që nga dita e parë, gjithçka ishte ndryshe. Me shumë praktik, me shumë projekte dhe me shumë energji. Nuk bëjmë vetëm teori, çdo javë punonim në projekte reale, aplikacione, website që me të vërtetë funksiononin. Mentorët janë fantastik. Nuk janë si profesor, janë si shok që kanë me qenë aty për ty dhe duan që me të vërtetë me ecë ti përpara. Edhe më e bukura ishte komuniteti. Njerëz që kanë të njëjtin qëllim dhe të njëjtin rrugtim, që ndihmojnë njëri tjetrin dhe festojnë sukseset bashkë. Pas disa muajsh, ndjeva që me të vërtetë po ndryshoja. Jo vetëm që po mësoja programim, po fitoja vetbesim tek vetja. Një nga momentet më të veçanta për mua u kon kur me certifikatën e Maker Minds fitova projekt në komunën e Podujevës, si legjërues në trajnimin e shtunave programim. Maker Minds jep certifikat ndërkombëtare gjermane, gjë që është super e vlefshme dhe fal kësaj sot jam në një rrugtim krejt tjetër profesionalisht. Kur e shoh mbrapa, e kuptoj që gjëja më e rëndësishme që bëra ishte me i besu vetes dhe me u nis. Nuk duhet të jesh gjeni për të më mësuar programimin. Vetëm duhet të kesh dëshirë, motivim dhe njerëz të duhur për rreth. Dhe Maker Minds ta jep fiks këtë. Kam takuar njerëz që sot janë punësuar në kompani të mëdha, që kanë hapur biznese dhe që po ndërtojnë ide të reja. Është shumë bukur me qenë pjesë e një komuniteti që të frymëzon dhe që të beson në rritjet tua. Nëse dhe ti ndihesh sikur nuk di nga t'ja fillosh, merri këto fjalë si shenjë. Mos e prit momentin perfekt, sepse momenti perfekt është sot. Shkoni në makerminds.org dhe aplikoni për një konsult falas me ekipin tonë. Besëm, mund të ndryshoj jetën tonë ashtu siç unë ndryshova jetën time. Unë jam Ultima Loko, tash punëtor po në këtë kompani. Dhe ky është udhëtimi im në Maker Minds. Ndoshta pas 6 muajsh do të jesh ti ai që tregon historinë tënde.